Përshëndetje mi të dashur të emisionit Distrikt, po takohemi në një tjetër epizod të radhës në kanalin tuaj YouTube, ku sonte kam kënaqësinë të prezantoj një artist të ri në fakt në skenën muzikore, artist i cili përveç talentit të tij, të këndimit, ai ka krijuar një audiencë të jashtëzakonshme në rrjetet e tij sociale dhe shumë dashuri nga publiku. E për të folur më gjatë sot, është këtu me mua në Distrikt Loni Hakaj. Loni, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u zej. Loni, unë po ata kënaqësinë me ndëgju sa u përgatite kështu për me këndu. Edhe zakonisht këto përveç videove që janë bu virale në rrjetet e tua sociale, dhe me thënë e keni zonë fantastik. Ka e ke trashëgu këtë talent? Faleminderit Zotit për talentin, po e kem pak edhe traditë familjare. Okay, se këtu dhe ishta më të pyeta, e ki dikon familje? Po e kem si traditë, po edhe kom punu. Ke punu gjatë rrugës me vete? Se talenti pa punë nuk shkon. Kur kjo ajo periudha që ti veç fillove me ushtru këndimin si profesion, ose e mendove që kjo ka me qenë profesioni? Po kështu profesional, dhe më thonë me dasma, me angazhime, që nja 5 vjetë, po kështu si thmi e kom pas sef edhe se kom dalë asnjë. Gjithmonë ke këndu? Po. Çka ke këndu kur ke qenë i vogël, kështu që ta Po, kujtojnë unë 5-6 vjetën, nështë këno isha balade, thoshin shumirije, apo dhe kënën ai kong për moshtë tonën. Po dhe në atë ko kong për tretën. Edhe në qatë ko ke këndu kong të vujtshme? Po, prej fillimit të vujt. Po, a ke vujt shto? Jo, ja, ves kong se jo. A mundet një këngëtarës artist me performu kong të vujtshme pa i ndjek kështu? Po, unë e moj e tjerë se di. A Sa më të në kanë zorë. diku ndoshta muzika, ose profesionin jetën personale? Po, qësh me thonë, dikon paka shumë, po kështu me njerëz dhe më thonë, jam i njëjtë. Po normal ki angazhime, nështë nuk ki ko sa duhet për familje, për shoqëri, po puna është kështu. Përveç darsmave që këndon Loni, a këndon edhe në mbrëmje të tjera muzikore? Po, edhe mbrëmje, po kryesisht ndasma. Ndasma jam shumë aktiv. Ma aktive, të kemi pa disa video në fakt cilat edhe ke bu surpriza, befasi qysh e merr dashurinë e atyre mysafirëve ose dasmorëve që të kanë ftu ty me këndu ndarës? Po, kur të duke qenë se ftojnë- je dhe i ri në fakt në mosh. Po. Se në fillim e kom pasit problem shumë, se kur shkojsha ndasëm për shembull, apo dhe nuk të besojshin ashtë edhe shumë, se i ri në mosh, po unë jam i gjithmonë i përgatit, edhe mas dasme ka pas komente pozitive që. A je stresu ndarsmën e pa shembull që ke performu Po, para atyre? është ai farë stresi. Në çdo dasëm është stres se çfarë musafir janë, apo dhe në pak fillimi derisa të sheh çfarë janë, edhe tani kalon mirë. Qysh e bën këtë klasifikimin e mysafirëve? I këndon 3 kongë, ndoshta në fillim me këshyrë cilën e pëlqej më I kem shumë. do Qysh janë ritma, taktikat e tua? po tash varet se dallon edhe Dogazhen, Prishtinë, dallojnë dasmat, dallon edhe ritmi ku vallëzojnë apo dhe. Edhe tash pak asha me kem mësu se na bjen gjithka. Edhe dim sakt që aty kur shkojmë se çka e lypin edhe vazhdojmë çashtu. Tash e ke mësu para shumë. Po në fillim, qa ku në i koment ndoshta ma i befasishëm që e ke marrë prej dasmorit që të ka ftu, ose pronarit të asaj darsme shembull që të ka ftu me këndu? Po di komenta mu ka pas kësi fjallë për shembull se janë ardhur dhe kanë thonë më shumë se ata s'kan TikTok me të përcjell. Po. Edhe cili është këngëtari, tash ti krejt ato janë kohën më të rritën son. Edhe kum kësër ke mua, dhe më thonë ka pas asje fjallë që ka thonë kum ka pa hajrë inshallah. Edhe tash E kanë dyshu. po, i thojsha, shihem mas dasme. Edhe tani më kapshin për qafe, gjithë komentet mira. Emocionet e gzim, ndoshta Po që jam ka edhe pak i kalu natëzorën, se dhe mas kur ma bëj këtë qashtu atër të E leon ka shpirtin aty. Po. Cilat janë këngë që na kena mas shumë të qafminin këto ndarsma shembull, që te ke Po pa tash në repertar, si krejt këngë të reja, dhe më thonë çdo hite më të reja, unë i kam në repertar. A shkon me këtu këngë të reja, a i praktikon këngë të vjetra? Janë dhe këngë të vjetra që s'ki kam ju ikë, që i lypin dasëm, po zakonisht edhe i kam dhe këngët, dhe më thonë që dalin të reja.
mas edhe vetë jam i ri edhe do të më ecë me kohën. Pikërisht për këtë, Leoni, kush ka qenë mbështetësi kryesor ndoshta për ty që të ka mbështet përveç këtyre paragjykimeve që nuk janë veç kundrejt teje, por shumica artistë të ri që hyn, po njerëz bëjnë me pas dyshime. Kështu që po mendon jashtë familjes po edhe brenda familjes edhe jashtë familjes. Dikon që ti ke ndjesin mbështetës kryesor gjatë këtij rrugtimi. Kryesor. Po familja po, amo që më kam mbështetë dhe ja kam pa hajër një farforme është Krishni Kuka. Në shok jam edhe se buj muzikë bashk, edhe kem sellu kojshi, edhe me ta kam ushtru prej fillimit, edhe kisha dash me falendëru Krishnikin. Po edhe krejt ata tjerë që më kanë bërë. Sa janë përkras artistët e showbizit shqiptar për artistët e ri? Varet, po jo shumë. Jo shumë. Jo shumë. To e kemi dëgjuar edhe më herët, në fakt. Po dihet tash. Nuk janë shumë, kam frikë konkurrencën, a kanë zili, a... Po mendoj se ç'kjo është. Për ndryshe s'ka diçka tjetër. Ti vetë, çfarë mesazhi ju kishe jap atyre artistëve që nuk kanë përkrah, ndoshta që i kanë një karrierë të konsiderueshme dhe nuk i hapin dyert për artistët e rinj? A duhet me ekzistu një inferioritet i tillë, duke qenë se ata kanë kriju karrierë dhe kanë një bagazh, po është e vërtetë që në çdo punë mund me ekzistu kështu po. Në showbiz janë pak më teksume tash. Në showbiz ka mas shumë ti. Kështu parasysh vjen krejt dashëm, amo mas kamera është diçka tjetër. Po s'po di se me thonë kryesorja kur dën publiku, se ty mundet me të përkrah krejt artistë më të mëdhaj. Kur publiku nuk dën, s'ka zëvat. A ka pas raste që ke kërku ndoshta ndihmë prej një artiste më tjetër që edhe është normale? Se nuk është një bashkëpunim ose diçka e tillë dhe... Jo. Jo, deri tash jo. Kom fillu vetë edhe nuk si kom kërku dikë. Unë në fakt kom knatësinë që je sonte në distrikt, sepse... Faleminderit shumë, knatësinë. Çdo herë kur diskutoj me mysafir të distriktit e bëj pyetjen pse ka kaq pak artistë të rinj në skenën muzikore. Tash, ndoshta edhe njëra prej arsyeve është kjo, që duhet me pas shumë guxim edhe me qenë pak më konsistent. Edhe është puna që lazdrohen shumica. Se të fillon tani pak janë nisë i rritet mendja, edhe lazdrohen edhe dështojnë. Me këtë ka artistë, ka që shumë talenta, po tani të menaxhimin nuk din shumë me menaxhu veten edhe. Me kënd bashkëpunon Leoni për menaxhim të këtyre mbrëmjeve? Për menaxhim, unë kam është të zak edhe që merret me data, me telefonata. Amo kështu menaxhim nuk jam me asnjë. Ka mujt me kohën menaxhim, po e kom zgjedhur me vazhduar. Është bën fakt një farë frikë edhe me bashkëpunu me menaxher ose menaxhment të ndryshëm. Po. Duke qenë se ke shpërdorë një farë forme. Normal, ka edhe të mirë, po ka edhe asi që... Pa diskutim. Që është ka edhe prej atyre që krijojnë ndoshta një ndihmëse dhe shtysje jashtëzakonisht madhe. Po, normal është. Këto lajmet e fundit që kanë qarkullu, po është shumë që edhe ndarjet kur i kanë pas jo në forma të mira. Shumë e vërtetë. A ka qenë kjo arsye që ndoshta ke hezituar me bashkëpunime me një menaxher ose menaxher? Po, edhe kjo ka qenë, se në qatë moment që s'ka interes mu prej teje, nuk s'merret me ty. Kështu që masi doj njerëz edhe ki punë, atër pse jo punon investon vetë dhe për do telefonata besoj që gjithkush mundet më marrë me to. Sidomos tash që ki energji, ndoshta ma vonë dikur. Po, ka mundësi, po për momentin vetë. Edhe me dasmore, me krejt kom qef mu taku vetë, bile ma herë të patën një takim me dasmore para emisionit. Kom qef mi taku, mu familiarizu me ta, edhe kalon shumë më mirë. Kalon edhe më mirë, ndoshta kur krijon relacion me ta, po njëjtën kusht edhe konsumuese një farë forme. Si profesion që harxhon energji. Po, kur e don se ki problem. Kur e don, edhe ki pasion. Qysh e gjen inspirimin kur krijon këto këngë me kaq emocione? Po, kur e don një punë, mu shpesh vetë adën pyesin as po lodhesh në dasma për shembull çdo natë apo den 30 natë ose në sezon. Po hiç lodhna. Ditën pritaj më marr, se kur po jam mbrëmje tani edhe më çu herë të pak problem 2 ditë,
Amo për një mbrëmje mund të më vjen me flejt edhe jam okay. Edhe ki energji. Kam energji shumë se është edhe mosha, po se kam problem edhe kur s'punoj stash kur në vënu. Po. Mesazh kjo është shumë i mirë për gjithë ata. Duhet, ja s'van më lo. Me ndjek ëndrrën, pavarësisht ndoshta vështirësive që gjithë jemi në pas. Po në çdo punë ka vështirësi, po duhet me vazhdu. Për ty Loni, a është më mirë me qenë ndarësma apo të performosh ndoshta mbrëmje muzikore me më pak njerëz? Mbrëmje ki përgjithësi më pak, se mbrëmje mundesh me bo çdo javë, për shembull çdo vikend. Dasma bëhet një herë martohen, ka shumë përgjithësi të bjen më gjatë me performu, amo është një farë kënaqësie ndasëm, se po të zell ty prej shumë kombëtarëve, nashta thirr ty, edhe është kënaqësi, po edhe mbrëmja ka atë vetën. Unë kam dëgju një kështu si pashëtam në botën e showbizit që ndarësma ndodh edhe me u vjedh ndarësmat. Shembull, aty ku ka më shumë bashkëpunime, ndoshta e marrin Lonit ndarësmën edhe shkon këndon dikush tjetër. A ekziston një fenomen i tillë, ka ndodhur ty? Jo. Në rast të tillë. Jo asnjëherë. Ndërsa do më thonë në kom gabim, po e... Po nashta ka që ka ndodhë, a mu të unë deri tash ju. S'ka ndodhë. Okej. Loni, këtu darsma ku këndon shembull, edhe ta që e bën përgjigjen, s'po dyshoj që ka pas raste të ndryshme që ka ndodhur, ndoshta një histori që sharoke ose jo. Qysh e gjenti veten këto situata? Po përvojat mëson me menaxhu situatën. Sa vite ka që ti po këndon në darsma? Po janë një 5 sezone është. Që 5 vite domethënë. Vazhdimisht vëdim. Nga cila moshë ke fillu? Po në karot shumë me 20 vjet ose ala më i ri. Po më kështu tamam sezon se kom pas dasma vetë. Është goxha moshë e re për me shkuar po, me këndu. Është, po më mirë e kom zonë hapin. Ku e shet që të kërkojnë publiku më shumë? Të ato këngë balada, ndoshta, apo të ritmiket? Edhe baladat i dojnë shumë, postaj në TikTok e kështu shumë i dojnë, po unë më shumë, do më thonë, kush më një, e din se më shumë jam ka dasmat, po çka do se të lypet, s'pritaj. A ka e Loni në historisë neve këtu na intereson, do më thonë, çdo thashë temet. A ka në histori me në artist ose muzikant botës showbizit shqiptar që ta kalon në shihet keqe? Jo. Deri tash kam kalu mirë. Se na shpesh kur i shohim, i admirojmë prej jashtë, prej rrjeteve sociale, televizionit, ndoshta si figura i shohim shumë të mëdha edhe ka mundësi që kur takohesh në raste të ndryshme personalisht mund edhe me të zhgënjy. Deri tash kam kalu shumë mirë, sidomos me artista që janë me karrierë shumë më herët. Ata janë hala më të respektueshëm se këta të rinj. Çish është këtë pjesën përveç mbështetjes cilën e përmendëm edhe më herët të një bote e cila po i ka sy tash më shumë ka rrjetet sociale, ndoshta është në favorin e artistëve të rinj apo jo? Po kush din me shfrytzu, po. TikTok e këto janë marketing po pagesë, edhe nëse din me shfrytzu, ja shaharin shumë. Sa të kanë ndihmu ty personalisht? Më kanë ndihmu shumë. Do më thonë, krejt që më njohin shumica të kom pa në TikTok, se jam konë aktiv, edhe më kanë ndihmu. Çfarë audiencë ki më shumë? Të vajzave, komente, apo... Po, vajzave djemë. Vajzave djemë. Po. Zakonisht mosha më të reja kështu. Moshat më të reja. Po. A mendon që më shumë përkërkohen artistë të rinj në dasmat këtë periudhë apo të vjetrit? Po të vjetrit shumë respekt për ta, janë lexenda, po gjithkush e ka atë kohën e vet. Tash gjithku i kalon ndrohen gjeneratat, tash nuk thirr ndasëm, për shembull prindi idealet ose thirr çifti, nusja dhe ëndri, edhe ata pi përzjedhin më shumë të moshës ty. Do me thonë mosha e re po kërkohet më shumë. Për momentin është koha e moshës re. Okej, më vjen mirë në fakt në dëgju lajm që se duhet pak edhe më shumë lajme dhe artistë. Duhet, edhe neve na shkon koha dikur, vjen dikush tjetër, kështu se kjo ka me funksionu çashtu. Mirë, a mendon që ose çka ju bën me mendu që
bëhet dallimi në çmime, për shembull për artistët e vjetër edhe ata të rinjt. Në dasma. Po, është puna se kanë karrierë ma shumë, kanë investu ma shumë muzikë. Tash te ata normal se e kanë çmimin. Nuk mundesh me pas çmimin ti që ja ke nis sot për shembull se dikush që kënon se 20 vjet. Po është në këtë industri. Po sa arsyetuan, në fakt se ne kom diskutuar edhe një temë në studion e distriktit, sa arsyetuan këto pagesat e larta për një dasëm? Edhe shumë të larta unë jam kundër. Tash është një farë çmimi apo den real, po për shembull 10.000 për një natë më duket shumë. Që kemi ndëgju fakt raste që kanë ka pasur edhe pagesa të 10.000, tilla. Unë më duket shumë, edhe pse jam këngëtar vetë, parët janë të mira, ki qef mi marrë, po për një me është shumë. Për standardin tonë ndoshta. Për një natë janë shumë. Po duke e ditë që po ashtu dhe shumica e shqiptarëve japin gjithçka për dasma. Po, unë e tham na për boks kam parë se për looks se kur sejmë, e kisi po t'i jep 10.000. Për shembull, i pelsen edhe unë ashtë e kisha jep një këngëtari se e kom pas ëndër me konë dasëm. Se kisha kësyrë. Kush kishte qena e shembull, se ti ke ndëgju gjithmonë. Po, janë dhe që më pëlqejnë është Afrimi, është Dani Labi, këta. Këto emnat që kemi dëgju edhe jemi rrit me këngët e tyne. Mirë, Loni, më intereson me ditë cila prej krahinave shqiptare ndoshta investon më shumë të ndasma. Ose investojnë ju veç financiarisht, po edhe kështu në organizime dhe... Normal ka hasi janë dasmat hala kështu me 500 musafirë, 600. Tjetër ka edhe numri është ra numri, po. Ka hasi bojnë hala dasmat ndaja. Po investojnë tash shumica se po dojnë dasma moderne. Sallat janë shumë moderne dhe kushton dasma. S'të kisha thonë martu. Me mendu të herë, ose Vallaj, s'të kisha thonë. Ka shpenzime. E vërtet, ka shpenzime në fakt. Po, këto dasmat e vogla, nga cili vend tjetër përveç hasit mendon që ka një organizim ose investim ndoshta më të madh? Po edhe ka Dugazin investojnë. Në peja aty ku janë në Gjilane, gjithka. Se di pse unë kom dëgju që Tetova edhe Prizreni më duket që kanë më shumë. Po edhe në Tetova. Ndoshta janë veç tash rreth. Edhe në Tetova, po ata zhvarët edhe te kushje, te çfarë familje. Për Tetova thonë Bakshesh se ka. Bakshesh ka më shumë Tetova. Po varet edhe te kushje. Po, ka. E cilët janë ma do shtrëngum për pjesën e bakshishit? Ko mi e thonë tash s'vadi. Nashta ka Lipjani sto. Lipjani. Ka Lipjani më duket tash sahar jam kona edhe ka pas ma pak se dika tjetër, po s'është obligim. Po. Ajo është dhurat nëse dën dikush, nëse jo në rregull. Po dikush e ka pak më shumë tradit, dikush jo. Pa dikush na shqiptarët e kemë atë natin, kështu që sa të ekziston ai për neve këngëtarëve mirë është. Okej. Me cilin artist ndoshta shqiptar Loni nuk do të bashkëpunoj asnjëherë? S'po di se kam mendu valla. Që e kini këngëtar që nuk po me një që nuk më kish shku në ashta. Se s'kish dal kënga e mirë. Shambull, a pengon muzika Talava? Jo. Jo. Jo, nuk më pengon. Nuk s'kam qef me të pru apo din. Jo me të pru krejt dasmën Talava, se është dasëm shqiptare. Po një 5 minuta, 10 minuta, pse ja, e ndran pak lojën. A ki këndu ty vetë në jarë, shto e praktikon? Po, qka të lypin unë u shpërtaj. Dhe me thonë, din edhe me përformu edhe këtë zhondër. Po se e dojnë shumë. Ti e penalizon vetën nëse thu nuk nëjë Talava, po din. Se tash që s'kan kënu Talava janë zëjeni, ata kështë por është shqip, po tash kanë dru pak koha, edhe jo me të pru, po për mja u bo qefin gjithmonë po. E praktikojnë dhe me thonë edhe këtë zhondër. Po se kam problem. Këtë artista që ndoshta e cekin që e ndëgjojnë, po vetë nuk t'il me përformu, se është pak nuk është ata që i hitë. Se kam problem, edhe kështu që unë jam i popullit edhe do t'mja bo qefin. Do me thonë nuk ka fillu mu zbej kjo ideja e ndëgjimit të Talavas? Jo, për kundraz, është edhe pedojnë ala ma shumë. Edhe ai që thëtë se kënaj edhe ai e dënë. A di kom pasë raste, një rast në Gjakovë, një dasëm edhe vëllau i dhëndrit ai ish si organizator. Edhe Talava tha nuk du tha me kënu. Thështë në rregull është. Edhe shkova në dasëm
krejt qësnia, krejt lypshin pak të lëva. Po unë thash, ka vendosi jo dhe në rregull është. Dikur ma vonë, ma zdarë tha, apo hinë tha bërë pak të lëva. Se për lypin. A thash kësër s'ka bua, edhe e duhin shumë. A është vërtet që pjesa e muzikës të lava shpërndohet ma shumë bakshishës se këto këngët e tjera? Po në të lava ma shumë. Ndoshta është vetë zhandri që i këndohet më shumë. Po, të bjen me përmene emrat e kështu, edhe po në të lava ma shumë. Përshëndetje. Po, normal. Mirë, unë kisha pas shumë dëshirë, me që edhe të dëgjova ma herët të i praktiku që ato këngë të baljada, ndoshta një 2 ose 3, mi këndu bashkë me Gitin. Gitin cilin nëse ka përfundu, mundu të më ardhë edhe me në bashkan gjitë. Me knatësi. E qaj me lote jo oceanit, sa me ka marrë malli vatanit. O gurbet e shpirtin ma thave, prej vend lindjes ti kur ndave. E kam haru këngën e djepi, tu jetu rrugëve t'gurbeti. Im ka marrë malli për Shqipni, pritem na nëse jam t'u i kthije. Pritem na nëse jam t'u jardh, është vend lindja diell e hane. Vend ma t'mirë s'ka se Kosova, jon të mirat rojetona. Uno i mjeri ku me u këthy, kur se mpret muna në shpi. Para se t'më thuar se fajtore jam unë, ti vetëm njëherë dil në vendin tim. 5 minuta jo më shumë, jeto si unë, e nëse nuk më ndjen plaga ty se dhe. Jo, prej të s'munde me unda, kisha vdek ty mos me t'pa, djetë se si hapi syt, po s'me thiri zani yt. Prej të s'munde me unda, kisha vdek ty mos me t'pa, djetë se si hapi syt, po s'me thiri zani yt. E moj goc fejane, moj goc magjike, shumë të desha, prore më ike, sa shumë hale, sheci me treja, e përëndesh, moj goc nga peja. E banu e sincert njëherë në jet, andon ti mu, e banu e sincert njëherë në jet, am ke zaven su. E banu e sincert më trego drejt, të kam jaftu. E banu e sincert njëherë në jet, e me to a ke shku. E mos e le ti mos e le, e mos e le dashnin mu shu. E mos e le ti mos e le, a e di se sa të du. Mos e le ti mos e le, mos e le dashnin mu shu. E mos e le ti mos e le, a e di se sa të du. Giti
falenderojmë se mos më qenë kitara, nuk e di, Loni e ka zonën e mrekullueshëm, po edhe Faleminderit. ke fantastik. Faleminderit. Do me thonë mi përformu çdo këngë, na pru kaq shumë emocione. Unë e kisha vazhdu alo, e kisha ndërprej intervistën veç mi ngu. Rrim alo. Çfarë komente me Aloni në fakt, mas krejt ç'tine performimet edhe këto emocione që na adorove. Cilat janë komentet më të zakonshme që e merr prej komentuesve ose njerëzve që publikut që të ndjek, edhe i sheh që po e ndjejnë me ty këngën e muzikës. Shumica janë pozitive, po ka edhe negativ në një aty këtu. Po për ka këndimi nuk kam negative. Kapën dika tjetër, kritikat, Loni. po ato s'ka duhet mi marrë si kritika, e shoh që jam gabim, i marrë si kritika. Po do që veç komentojnë kështu, s'merr me to. Unë po të falenderoj prapë për këto emocione që na adreson të Faleminderit për direkt, edhe po ftesën. besoj që krejt ata publiku që të ndjekin mes këtyre notave dhe muzikës, se ndjejnë se cilën fjalë dhe notë të këngës tënde se keni zot mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Kështu që falenderoj shumë, edhe ndoshta më na tregu pak a shumë se çka na pret, çfarë surprizash na presin për javët ose muajt në vazhdim të kësaj sezone. Po këngë të reja për sezonës, se tani kur të hinë sezon s'kam shumë kohë me këngë me klipe, po para sezone kam me pas këngë të reja, tani mas sezone vazhdojmë atë, tani me nej balad. Balad. Ty mas shumë se po na shten me vujt me Po balad. duhet, se mas das më shkon balada. Jena popull që kena qef pak me indëgju ma shumë këto. Kem qellë, nëse zbujmë i ngojmë. I ndjejmë. Miloni falenderoj shumë, po ashtu edhe Gitin, që po e Faleminderit për përmbyllim me këto ftesën këngë. dhe suksese me emisionin e shijemerëve tjera. Faleminderit Me knatësi. Faleminderit Nacia shumë. ishte e imja. Edhe këtu po e përmbyllim me të dashur të emisionit Distrikt. Unë juftoj që të bëni një subscribe kanalin tuaj në YouTube dhe të na ndjekni në platformat e rrjeteve sociale. Deri të dielën e ardhshme, mirëmbëjtje.